Analisti Sadri Ramabaja ka thënë se LDK-ja po shkon drejt shuarjes politike, duke cilësuar këtë si një proces të natyrshëm për shkak të mungesës së profilit politik, ideologjisë dhe kauzës. E mira do të ishte të kishe mundësi të i reformojë, por ne nuk mund ta vajtojmë që po shkon drejt shuarjes. LDK-ja madje mendoj se është proces i natyrshëm, nëse nuk ka kapacitet të brendshëm që të mbijetojë, sepse duhet të ketë profil politik, ideologjik, kauzë. Të gjitha këto i mungojnë kësaj partie. Prandaj shkon drejt 13%-shit, nesër drejt 10%-shit dhe pas disa viteve shkon në histori, ka thënë Ramabaja. Antari i partisë Guxo, Luan Gacaferi, ka reaguar me një postim kritik duke paralajmëruar se LDK-ja po shkon drejt një kuvendi të karrigeve dhe një ndarjeje të re brenda partisë. Sipas tij, Hykmet Bajrami dhe Abdullah Hoti pritet të formojnë një grup të veçantë parlamentar me të paktën 5 deputet, të cilët nuk do të jenë më nën kontrollin e kryetarit Lumir Abdixhiku, të cilin ai e krahason me Lul Bashën në Shqipëri. Kush që e shkoq Lul Bashën prej karriges së kryetarit nuk ka. Nga ajo që po lexoj mes rreshtave dhe po nuhat në ajër, LDK-ja po shkon jo vetëm drejt kuvendit të karrigave, por edhe drejt ndarjes së radhës. Nuk e di se sa do arrijnë Hykmet Bajrami e Abdullah Hoti të krijojnë grupin e tyre parlamentar, por i sigurt jam që ata do i kenë minimalisht 5 deputet që nuk i kontrollon më Lul Basha, pra Lumir Abdixhiku.